Selin Bollati dhe DJ Gimbo, çifti i krijuar gjatë edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, ishin të ftuar në një studio televizive. Dyshja foli për jetën pas përfundimit të eksperiencës në Big Brother VIP Albania, angazhimet profesionale, marrëdhënien e tyre si dhe planet që kanë për të ardhmen. Një nga momentet më emocionuese të intervistës erdhi kur DJ Gimbo u surprizua me një mesazh të veçantë nga Toni, babai i Selin, i cili jeton larg Shqipërisë. Në mesazhin e tij ai shprehu hapur vlerësimin për partnerin e vajzës së tij, duke treguar se Gimbo ka arritur të fitojë jo vetëm zemrën e Selin, por edhe dashurinë e familjes së saj. Ashtu siç të ka bekuar familja me emrin Gëzim, ashtu je, në çdo hap që hedh gëzon njerëz. Ke gëzuar familjen tënde, ke gëzuar edhe familjen time, ju puth fort të dyve, shihemi atje te vendi. Ishte mesazhi i tij. I emocionuar nga fjalët e babait të Selin, Gimbo e falenderoi publikisht duke ju përgjigjur shumë faleminderit të dua. Gjatë intervistës, Selin dhe Gimbo u kthyen gjithashtu te fillimet e historisë së tyre. I pyetur për përshtypjet nga takimi i parë mes tyre, Gimbo u shpreh shkurt se gjithçka kishte shkuar shumë mirë. Paraqitja e tyre e përbashkët tregoi se marrëdhënia e nisur në Big Brother VIP Albania po vazhdon edhe jashtë shtëpisë, ndërsa dyshja duket se po mendon edhe për të ardhmen së bashku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.